Ç'kemi jam Juli, jemi në Berat në anë të muzeut etnografik dhe gjeta një qëndistari që quhet qëndistari Berati dhe erdha për të parë gjërat që kanë këtu. Këtu kanë qilima, tapeta, të cilat i bëjnë të gjitha vetë këtu në mënyrë tradicionale, në mënyrën e vjetër. Ka disa perde të ndryshme dhe pyeta ku i bëjnë perde të hoteleve, se të gjitha hotelet, të gjitha shtëpitë shikoni këtu bëjnë perde. Edhe turistat mund blejnë kudo, kurse këta vendasit e din ku blejnë të më të mirë dhe ata blenin këtu. Keni këto centrot e ndryshme këtu, gjithashtu shkrimet të ndryshme çfarë dëshironi ju për pjesët e vjetra këtu, për bluza nëse dëshironi, shiko bëjnë dhe bluza. Më vete, thjesht të shikoni këto, nëse do vini vërtet këtu e do merrni telefon, po të shikoni. Bëjnë këto gjërat e tradicionale, veshje tradicionale, të cilat nuk besoj se i blenë shumë të huajt, i blenë më shumë diaspora, sepse kanë që veshën diçka të tillë në mes të New Yorkut normalisht, dhe e keni këtu edhe vetëm për ta parë. Është super me këtë qëndisjen e Floridit. Tu vazhdojnë centrot ande nga Johana atje dhe ke të gjitha perdet e ndryshme. Të gjitha këto i gjeni në gjithë Beratin, por më së shumti te qëndistari Berati, që është në anë të muzeut etnografik. Po kaluat, e janë dhe ju këtu dhe bleni diçka.